Unë kam kënaqësinë që përmes një lidhje të drejtë për drejtë të flasim pak për parakalimi, por mbi gjithë edhe për procesin se si po shkon në tërësi atje. Kam kënaqësinë që përmes një lidhje të drejtë për drejtë kemi Agim Pupovcin selektor, në të njëjtën kohë kemi edhe Drin Kokaj që është pjesëmarrës. Faleminderit shumë për kohën që ndat për qenë pjesë e kësaj magazine. Përshëndetje. Atëherë, na tregoni pak a shumë se si po ndiheni që po merrni pjesë në këto gara vërtet të rëndësishme. Na e shpjegoni pak në tërësi. Si po ndiheni që po merrni pjesë? Ne ndihemi shumë mirë. Normal, deri tash ishim në përgatitje, ne bormë jo në pistën, tash gjendemi në qendrën e skimit Livimjo bashkë me Drinin. Ndërsa kjo anë ne kemi dhe kurtinat janë 5, është diku apo 300 kilometrave prej së qendrës. Drin, po si po ndihesh që po përfaqëson Kosovën, po bart një flamurin e Kosovës? Përshëndetje, kam qenë dhe mbajtjet i flamurit, ceremoninë hapje e kemi pasur këtu në qendrën e Livimjit. Ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë, edhe ndjenjë krenarie njëkohësisht, që jam edhe bashkë i flamurit për shtetin tim. Faleminderit. Agim, por çfarë do të thotë kjo paraqitje për sportet dimrore të Kosovës? Kjo është paraqitja e tretë e Kosovës në garat e Olimpiada. Paraqitja e parë ka qenë në Pyeongchang. Paraqitja e dytë ka qenë në Beijing të Kinës, kjo është e treta. Edhe kemi këtu dy garuz, Drin Kokën edhe Kiana Kryezin, të cilët gjithë kohës janë të punuar, të përgatitur. Nesër veç fillojmë me Kianën Super G, garën e parë. Pastaj kemi me 15 përsëri Kianën e GS. Me 16 vazhdojmë me Drinin në slalom. Edhe me 18 e kemi përsëri Kianën. Sa janë përgatitur Drini edhe Kiana që të shkëlqejnë në këto gara? Edhe njerë pyetjen të lutna? Sa janë përgatitur Drini edhe Kiana në mënyrë që t'jenë sa më të mirë në paraqitjen e tyre në këto gara? Edhe para se më ardhë në Olimpiadë, ta kanë qenë mes në përgatitje në për Austrinë, në vendet tjera, Itali. Faktikisht ta kanë ngrarë në përsi pistat e okulta, se këtu në Olimpiada kretë kohën janë pistat e okulta. Gjithë kanë ushtruar ato pista, shpresoj që të kalojnë mirë edhe në këtë Olimpiadë. Drin, po cilat janë pritshmëritë e juaja nga këto gara? Pritshmëritë e juaja. Qyrim tash të se dihet që këto konferenca më e madhe në botë që janë me skatorët më të mirë, plasmani ndër 50 kishte qenë i suksesshëm për dytë. Po Drini, çfarë mund të na thotë për këtë pjesë? Drin, kjo është një eksperiencë vërtet e rëndësishme dhe e treguat se edhe emocionet e bëjnë të vetën, por çfarë pret ti nga këto gara? Çfarë pret nga vetja? Normal që emocionet janë shumë veçanta në këtë Olimpiadë, po na presin që të kena pas një përfaqësim sa më të mirë dhe dinjitet të shtetit tonë. Normal të kemi një renditje sa më mirë dhe sa më lart në renditjen botërore. Shpresojmë që kemi kalu sa më mirë, edhe kemi mi sjell një pozicion sa më të mirë vendit tonë. Pjesëmarrja këtu për ne është një sukses shumë i madh, pasi që kemi fituar normën, edhe nuk ka qenë as pak e lehtë që të jemi Kosova në mjetin e shteteve më të mira në botë. Po Kiana, po ka emocione për garën e nesërme, Agim? Ka emocione. Kiana është në qendrën tjetër, në tregova 300 km më larg. Normal që çdo garuz para garave ka emocione, e ka stresin e vet. Garuzët e mirë gjithmonë ka stres pak më shumë. Natyrisht se po. Po në mbështetjen institucionale, si qëndroni? A ju ka motivuar sa do pak kjo pjesë? Po, kena pas domethënë prej ministrisë, prej Komitetit Olimpik, po ashtu edhe prej Federatës Shqiptare. Po ashtu Drini me Kianën kanë pas edhe sponsorë të tjerë, domethënë edhe gjatë këtë kohës kanë punu me to, mjetë që kanë pas. Unë uroj që edhe Drini, por edhe Kiana të dalin sa më mirë tjetë e mundur në këto gara dhe të kemi një bisedë tjetër pse jo në magazinën Bonbon dhe të flasim për sukseset që kanë shënuar në këtë Olimpiadë, por do doja nga Drini edhe një pyetje të fundit. Drin, cili do t'ishte mesazhi drejtuar të rinjëve që ëndërrojnë të jenë pjesë e kësaj Olimpiade, një ëndër që ti tashmë e ke bërë realitet? Për çdo fëmijë të ri që e kam, kisha dashur një mesazh më parë që mu merr me sport, pavarësisht sportit që ata të jenë të fit dhe
është mesazh i mirë që nëse i ka mundësit edhe për sportin e skimit, sepse diçka që është ka të bëjë me natyrën, sidomos që çdo fëmijë tjetër i vogël kur bjen bora ka dëshirë që me lujt me borë. Po pse jo që nga mosha e hershme të jemi në sportin e skimit, që ta ngrisim nivelin e skimit për shtetin tonë, edhe gjithashtu njëkohësisht edhe të garojnë në mes veti, edhe të kenë atë ndjenjën e kënaqësi duke garuar. Zotri Agem, Dren, faleminderit shumë për këtë linjë të drejtë për drejtë që ndatë kohën nga ushtrimet e gjithë këto pjesë tjera që i keni pjesë të Olimpiadës për të realizuar këtë bisedë bashkë. Faleminderit edhe për juve. Faleminderit shumë edhe juve. E shumë suksese.